gjyqësor, jo përmes shantazheve që ju bëhet nga Pra, politika duhet sa më pak me fol edhe për gjyqtarë. Elementi i parë i një demokracie e zhvilluar normalisht është sundimi i ligjit. Dhe për me pas një sundim të ligjit, normalisht duhet me pas një sistem efikas prokurorial dhe gjyqësor. E për me u arrit kjo, normalisht që duhet me pas një bazë të duhur ligjore. Normalisht që kjo është elementi i parë, që me pas bazën e duhur ligjore për me pas një funksionim të mirë të sistemit prokurorial dhe të sistemit gjyqësor, jo përmes shantazheve që ju bëhet nga ekzekutivi, por përmes një ndarje efikase të pushteteve. Pra, secili pushtet me lut rolin e vet. Pushteti gjyqësor, ekzekutiv dhe legjislativ. Tash tek çështja e sistemit gjyqësor, normalisht janë dy elemente që përcaktojnë një pavarësi të sistemit gjyqësor, që është elementi më i rëndësishëm i sistemit gjyqësor, që është mandati i gjatë i prokurorëve dhe gjyqtarëve ose afatgjatë dhe njëkohësisht pastaj edhe pavarësia financiare. Momenti kur sistemi gjyqësor e ka një varësi financiare nga ekzekutivi, atëherë nuk mund të flasim për një pavarësi të këtij sistemi, prandaj ky është element mjaft i rëndësishëm që duhet me ndërvepru shpejt që sistemi gjyqësor me pas një pavarësi financiare dhe mos me u varë nga ekzekutivi. Dhe kur të arrihet kjo, pastaj e kemi një sistem gjyqësor të pavarur edhe pastaj ata kryejnë punën e vet. Elementi tjetër shumë i rëndësishëm që e bën sistemin gjyqësor të pavarur është kur politika sa më pak merret me sistemin gjyqësor. Sa më shumë që qeveria, ekzekutivi apo edhe legislativi merren me pushtetin gjyqësor, atëherë thjesht nuk kemi një pushtet pavarur. Pra, politika duhet sa më pak me fol edhe për gjyqtarë dhe prokurorë, e aq më pak me emra të përveçme për të prokurorëve dhe të gjyqtarëve. Imagjinojeni një situatë kur kryeministri flet në folturën e kuvendit se sot jam unë kryeministër, Filan Fistiku nuk bëhet kryeprokuror. Kjo domethënë është e tmerrshme. Kështu nuk mund të kemi një sistem gjyqësor të pavarur, prandaj elementi i parë është që vetë sistemi prokurorial dhe vetë sistemi gjyqësor përmes mekanizmave të tyre me mbajt edhe sistemin kontroll, por njëkohësisht edhe me kriju pavarësinë e tyre edhe me ndërvepru, sepse tek e fundit prokurorët janë avokat ose mbrojtësit e shtetit dhe gjyqtarët janë ata që ndajnë drejtësinë mes qytetarëve dhe